Në emisionin Koha Shtesë, miq të dashur, kemi bërë një intervistë para 2 ditësh me ish futbollistin e njohur Taulan Dajaku, i cili na foli më shumë rreth këtyre lëvizjeve të fundit dhe mënyrës se si po komentohet në Kosovë pra ardhja e futbollistëve shqiptar të Kosovës te kombëtare e Shqipërisë, e cila ka ngjallur shumë diskutime dhe reagime jo fort të mira, sidomos mes atyre personazheve të cilët janë në Federatën e Futbollit të Kosovës. Taulan Dajaku, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje nderuar, kënaqësi të jemi bashkë. Kënaqësia është e imja, ne folëm dhe ka bërë xhiro në rrjeteve sociale lajmi që 2 futbollistë të tjerë do të ndiqnin në rrugën e Etnik Brutit. Bëhej fjalë për Azrollajn dhe Galoponin e Prishtinës, i cili veçanërisht në këtë moment ishte shumë i nevojshëm për Silvinion, sepse në krahun e majtë të mbrojtjes ne nuk do të kemi Maromiten, i cili me siguri mund thuhet që ka humbur mundësinë për këtë pjesë e ndeshjeve të marsit për shkak të një dëmtimi, dhe mbrojtësi i majtë i Prishtinës do të ishte një zgjidhje ideale. Megjithatë, ne të dy tham bashkë pra që do të ishte pjesë e Shqipërisë në të ardhmen, ndërkohë që e shohim tani që do të jetë pjesë e Kosovës. Si qëndron e vërteta? Sigurisht, ndonjëherë impaktin që kanë mediat kur nxjerrin informata të tilla, janë gjëra që ndodhin, të themi, mbrapa kuintave dhe pastaj kjo ngjall reagimin e njerëzve kompetent. Në një farë forme, le ta trajtojmë me atë principin që folëm edhe herës kaluame, cili do lojtar që zgjedh luaj ose për Kosovën ose për Shqipërinë, thjesht i bën nder kombit ton për shkak se këto dy përfaqësuese, 2 kombëtare përfaqësojnë vlerat shqiptare kudo. Situata duket paksa e kompromituar në këtë pikë dhe nxjerr pa aftësinë e Federatës Futbollit Kosovës për një arsye, sepse ata e mendonin Galopenin si një pjesë të zhvillimit që duhet ishte të U21. Ajo që ju thatë për situatën e krijuar me mungesën e mitajt tregon besimin që Silvinio mund të kishte për Galopenin, qoftë edhe të kombëtarja A në këtë situatë të krijuar. Mirë, po ajo që ndodhi është se tashmë sigurisht në këtë presionin medial edhe në mënyrën e gabuar trajtimit kësaj gjëje ku etiketohen njerëzit si tradhtar ose futbollistët, gjë që është shumë e gabueshme, ashtu siç e thamë edhe herës kaluame, në këtë lloj presioni kam përshtypjen që Galopeni ra për shkak se Galopeni ka qenë vetë bashkë me atë që mund cilësohet si menaxheri i tij, edhe ka dorëzuar në Federatën Futbollit Shqiptar dokumentat për të pajisur me pasaport shqiptare. Do me thonë, në fillim, ai ka pas besimin se do të ishte për kënaqësi, sigurisht ashtu siç është, të luante për kombëtaren shqiptare, mirë po përballë këtij presionit publik, prap unë mendoj se zgjedhja që ai ka bërë sigurisht e ka menduar mirë ndoshta, mirë po duket paksa e kompromituar atë kjo pika për shkak se kur dorëzon dokumentat i bie se e ke ndarë mendjen që do të luash. Reagimi që kanë bërë njerëzit kompetent, edhe ajo që ju e cilësut shumë qartë, reagimi jo ndoshta nga njerëz të zakonshëm, sepse ata mund mos kenë një dijeni të thellë mbi futbollin, mirë po kemi parë gjatë asaj periudhe njerëz kompetent që janë thirrur, duke përfshirë këtu edhe tim menaxherin e përfaqësuesës Kosovës, me një gjuhë, le të themi, jo të denjë për një zyrtar që mban një post caktuar, ashtu edhe drejtorin e kombëtarës të Kosovës, Muharrem Saitin, në mënyrën se si ata trajtuan Etnik Brutin ose çështjen e tij. Domethënë, jo dinjitoze, edhe kam përshtypjen kjo masa e madhe e njerëzve që pastaj krijojnë këtë presionin te futbollistët është e padrejtë. Sidoqë të jetë, unë mendoj se po aq patriot sa Etnik Bruti që zgjedh përfaqësoj flamurin shqiptar, të tillë duhet ta cilësojmë edhe zgjedhjen e Galopenit për shkak se e tham fillim, le të ndjekim të njëjtin princip, mos bëhemi hipokrit. Kushdo, cilin do prej përfaqësuesve tona që zgjedh është në rregull për shkak se përfaqëson vlerat tona. Shiko Taulan, po, është shumë e drejtë kjo që ti thua, pra nëse ndjekim të lloj principi, sigurisht mjafton të jesh pjesë ose e Shqipërisë ose e Kosovës dhe ti je po aq patriot sa ti je lojtar në të dyja këto ekipe shumë ndryshe, në rastet e Roko Vatës apo lojtarëve të tjerë që zgjedhin Irlandën apo Belgjikën, nuk i duam ata lloj ambasadorësh. Faleminderit, kemi mësuar boll me ata lloj ambasadorësh. Nëse do të jesh ambasador atëherë hajde te Shqipëria ose te Kosova dhe do jesh një ambasador shumë i mirë, por jo te Belgjika dhe të jesh ambasador i Shqipërisë. Ajo që unë doja të thoja është thjesht kjo, pra
kur flasim pikërisht për to lloj presionesh, jo që vijnë jo vetëm nga ambienti, por edhe nga zyrtarët e federatës së Kosovës në këtë rast, nuk e bëjnë zgjedhjen, si ta thuash, ato të durën, ato të qetën, ato që do të donë lojtari. Është shumë ndryshe kur ti zgjedh Kosovën ose Shqipërinë dhe je i lirë që ta zgjedhësh këtë gjë, e dëshiron apo e mendon mirë apo gabim çon si ka, po është ajo që ti mendon. Dhe është shumë ndryshe të jesh i trysnuar për ta bërë këtë lloj zgjedhje. Kjo është ajo që ne po diskutojmë sot. Sepse Shqipëria dhe Kosova janë bashkë, do të jenë bashkë pavarësisht gjestit edhe shumë gjestave të tjerë që do të dalin në vitet në vazhdim. Por ajo që unë pyetja ime për ty është kjo, a ka pasur realisht impresion nga zyrtarët e Federatës së Kosovës së futbollit ndaj Galopenit pas asaj interviste që ne kemi bërë së bashku, në mos zyrtar direkt njerëz afër brenda federatës për të lëvizur ujërat që mos vinë te Shqipëria? Është lehtësisht e konstatueshme. Fakti që lojtari bashkë me menaxherin e vet zgjedh të shkojë të dorëzojë dokumentat për të pajisur me pasaportë shqiptare. Fakti që Kosova në rend të parë dërgon ftesën për U21 dhe pastaj tek pas këtij daljes lajmit se ai do t'i bashkohej Shqipërisë, ata ndrojnë ftesën edhe ftojnë te kombëtarja A. Domethënë është dukshëm e qartë, nuk dua ta cilësoj presion, mirë po le të themi në këtë vazhdën e konkurrencës vlerave, le ta cilësojmë tillë. Kur dikush ka një plan konkret, Shqipëria tenton ta ofrojë një lojtar cilësor, sepse ata Gallopenin nuk e marrin ku e diun për mik të fortë ose diçka tjetër, e kanë marrë për asaj performancave të mira që ka bërë me Prishtinën. E thash edhe herës kalume, kur ne ndërtojmë këto koncepte për zhvillim të futbollistëve, pastaj zgjedhja është pak e rëndësishme nëse zgjedhin Kosovën ose Shqipërinë. Te rasti i Gallopenit i bie, le të themi, po flas në thojza, i bie që paaftësia e zyrtarëve të federatës për të parë Gallopenin ose për të projektuar Gallopenin si pjesë e rëndësishme e Kosovës që mund të ishte, edhe reagimi që Federata Shqiptare me njerëzit, me skautët e vet e cilësuan si denj për të qenë te kombëtarja shqiptare, na nxjerr te kjo pika se duhet dikush tjetër t'ju hap syt këtyre njerëzve në Kosovë, sepse edhe rasti i Brutit është i ngjajshëm me këtë. Brutin, edhe reagimi është hipokrizia e madhe është se reagimi ndaj Brutit bëhet se ata thonë ti nuk je i gatshëm për Kosovën A, po ti rri edhe prit. Domethënë është nonsens logjik te ky ndryshimi mes këtyre dy rasteve ishte që nuk e kemi bërë në intervistë përpara në rastin e Brutit, dolëm pas rastit të Brutit. Nuk e ekspozuam sepse rrezik se edhe atë do të bënin atë kompromisin që hajta marrim te A-ja, ta djegim me që tjerët ose në këtë rast Federata Shqiptare do ta marrë. Po mos ta shohim, unë besoj se na duhet japim një kontribut te kjo pjesa për të liru ose për të heqë këtë lloj drame kolektive që është pak e çuditshme, sepse ta zëm, edhe ajo që ju thatë për rastin e Vatës, edhe për lojtarët tjerë, le ta vendosim me një këndvështrim tjetër. Na po flasim për Federatën Shqiptare që ka filluar të rregulloj gjërat, edhe le themi ti delegoj detyrat njerëzve profesional. Mirë po edhe në këtë pjesë, nëse Federata Shqiptare është më lart se Federata e Kosovës, me njerëzit më profesional dhe gjithçka tjetër, neve nuk duhet të rreshtim ose të ndalim punën për shkak se duhet shtyhemi me federatat evropiane. Le ta mendojmë edhe këtë si një lloj, le të themi kritike, po si një lloj reagimi, sepse element si vota ose element tjerë që luajnë në shtete të tjera ose kanë luajtur gjeneratat e reja, duhet bëjmë diçka edhe më shumë për t'i bindur. Bi dakord për pjesën se edhe ata duhet ta ndjejnë, mirë po të mos ndrojmë tashmë standardin e gjykimit. Unë besoj se do duhet që në veçli që të dy federatat, edhe Shqipërisë edhe Kosovës, të ndjekin këta element të mirë që nga mosha 15 vjeçare. Për shkak se industria e futbollit tashmë ka ndryshuar, edhe ne duhet jemi, le të themi, të updateuar me atë lloj niveli. Tavlan, shiko, mua më kujtohet një deklaratë që Armand Duka ka bërë para disa kohësh për Ylli Gashin, është një sulmuesi moshave të Bayern München. Dhe Armand Duka u shpreh që i kishte kontaktuar nga afër Ylli Gashin së bashku me familjen e tij, ai duan edhe për moshat e Gjermanisë dhe i kishte thënë që do të duan të Shqipëria sepse ti je një lojtar me shumë potencial. Por Armand, nëse ti nuk vjen në Shqipëria, të paktën atëherë zgjidh Kosovën që të shash shqip, që të urosh shqip, që të mallkosh shqip, që të festosh shqip në gjuhën shqipe. Dhe është pikërisht kjo mënyra e durë e gjërave se si duhet shkojnë. Tani unë ty
dua të pyes sepse nuk duam ne të dalim tani me për pjesën që Bruti erdhi te Shqipëria dhe ai është hero dhe Galupeni i cili shkoi te Kosova nuk është hero, janë të dy patriotë siç ata thanë. Ajo që ne duam të dajmë është kjo pjesa që si do ta vazhdojmë të situatën mes Shqipërisë dhe Kosovës nëpërmjet federatave dhe nëpërmjet futbollit. Sepse nëse ti e merr një lojtar që thjesht e don në Shqipëri, apo për ty ishte të një senjishe ose nuk e ke fare në konsiderat, dhe ti e merr për ta vjekur, kjo është një gjë që e bën Greqia, e bën Belgjika, e bën Zvicra, e bën Serbia, por nuk e bën me njëri tjetrin si ta thuash. Sepse kam dëgjuar dhe shumë nga këto historitë e këtyre disa shqiptarëve të Kosovës se si të kanë fundur me çfarë lloj gjëje që Silvinjo e mori Dakon për ta vjekur apo Mujin për ta vjekur, po ti e di që Dako shkoi në Evropian sa ndeshje luajti, nuk ka qenë kjo mendësia, pra ka qenë vërtet pjesë e projektit të Silvinjos, pavarësisht se në një moment Muja pasaj zgjodhi një hap të gabuar në karrierë dhe disa tjetër është histori. Domethënë pyetja ime është kjo që si do e zgjidhim këtë rast, si do e zgjidhim këto gjëra, si do e kemi atë bashkëpunimin ideal, si duhet. Ajo që na pretendojmë si komp, edhe tashmë po bëjmë hapa drejt asaj, është të inkuadrohemi në vlerat europiane, duke futur edhe Shqipërinë edhe politikisht si antarët Bashkimit Evropian, në njëjtën rrugë do të ndjekë edhe Kosova, sigurisht. Ka këto ngecet politike. Ideja është si kur flasim na për vlerat europiane, është mënyra e trajtimit të atyre lirive të individit. Çdo lloj mundësie, çfarë është vlera bazë që europianët e kanë, është çdo lloj pengese që haset, krijohet një mundësi e re. Edhe në këtë rast, ky lloj, le të themi, kjo lloj divergjence mes dy federatave krijon një mundësi të re për të ulur bashkë edhe për të krijuar një plan. Ta zom te rasti i Gallopenit, neve kemi 3 mbrojtës të majt te Kosova, në projekcionin që zom 10 vjeçar. Ndërsa Shqipëria tani për tani ka vetëm mitajt. Nëse gjërat do duhet ishin ideale, atëherë do duhet kishte një strategji të përbashkët. Nëse Gallopeni shihet si një lojtar me potencial për të ardhmen, Kosova në atë pikë do të ketë ta zom ka Rudhanin, ka Paçaradën, edhe mund të luajë dhe Ali për 6 ose 8 vitet e ardhshme. I bie që konkurenca aty vetëm shtohet, mirë po në kuptimin e asaj sa mundësi që do të ketë për Gallopenin janë më të vogla. Ndërsa ajo që ka tregu Silvinjo me strategjinë e tij është se ai i jep besim edhe lojtarëve të ri që kanë perspektivë. Sikur rasti Mitaj që askush nuk e njifte, dolin fush u paraqit. Domethënë nëse do të logjikonte edhe menaxheri, edhe Gallopeni vet, ose do të kishte një, le të themi, konsulent sportiv, atëherë do duhej ose ishte më perspektive për atë që të zgjidhte Shqipërinë. Domethënë, duke e menjanu komplet atë diskutimin pa lidhje që po ndodhte të shoqëria jonë. Në këtë kuptim unë e shoh si një mundësi, si kjo lloj, le të themi, kjo lloj polemike që na lindi, le ta trajtojmë si një mundësi për të ulë edhe për të krijuar një strategji për shkak të asaj që thash edhe herën e parë. Sa është e rëndësishme për Shqipërinë edhe për kombin tonë që Shqipëria të marrë pjesë në një botëror historikisht, po aq është e rëndësishme edhe për Kosovën që Kosova të marrë pjesë në një kompeticion të rëndësishëm, qoftë evropian, qoftë botëror. Duke e parë këtë kompleksitetin që e ka futbolli, atëherë neve sot duhet të fillojmë një strategji që të marrim frytet e saj në 4 ose 6 vitet e ardhshme. Që është shpreha në thonjza duhet një luftë që të vi paqja, dhe kjo duhet një ndasi. Absolutisht. Besoj si këtë gjë edhe ne bashkë kur e trajtojmë, edhe kush të trajtoj, le ta shohim si një mundësi të re për të krijuar një plan që do të ndihmonte të dy kombëtarët tona, për shkak se le të themi është shumë në interes të kombit shqiptar. Mua më bëri përshtypje dhe fakti që pas gjithë atij diskutimi që ne kemi bërë për etnik Brutin, po jo vetëm ne, por gjitha mediat shqiptare të Shqipërisë, të Kosovës, që kanë bërë këtë lloj diskutimi dhe Bruti nuk u shfaq fare në formacionet në ndeshjen me Lisheva Gjilani. A ishte kjo një rastësi apo ka diçka më shumë, nuk e di? Mendimi jot? Në mendimin tim të parë është ajo ndjesia një hakmarrje që nuk bën sens për shkak se tregon një naivitet të madh. Po le të themi ose le të shohim se si ata do ta trajtojnë në xhirot në vazhdim, për shkak se është e pakuptim të trajtosh një nga lojtarët që sukseset e Malishevës lidhen me atë edhe me Hazrollajn. Sigurisht edhe pjesa tjetër e skuadrës, sepse ka element shumë të rëndësishëm, mirë po në një moment kryesor, besoj pas atij reagimi,
treneri në të rast që merr përsi për të bëjë formacionin, është një trener që ka qenë të gjeneratat e reja të Kosovës edhe duket sikur atë hatërmbetjen e shefave të vet e ka shfaq të Bruti. Sigurisht nuk dua të spekuloj, po nuk dua të besoj për shkak se tashmë treneri mund të replikojë duke thënë unë fitova ndeshjen, mirë, po nuk flasim për futboll për një ndeshje, flasim për kontributin e dikujt që jep. Në fundit edhe Malisheva duhet ta trajtoj si një Benjamin të vetin ashtu siç është Bruti, edhe nuk duhet të lëshohet në të tilla presione të pakuptimta për shkak se në fund ditës e irritojnë vetë lojtarin, edhe nesër pas nesër ai nga mënyra e trajtimit jo adekuat që mund të marr, mund të mos performoj mirë, pas njëherë nuk i ulet vlera për shkak se Bruti ka treguar çfarë cilësish ka. Edhe një pyetje fundit se dua ta nis nga këtu, ishte shumë e bukur kjo pra Bekimi Sufi, i cili mendon që një lojtar të Shqipërisë e lën në lojtar stolit të Malisheva, është vërtet ka një organik besoj shumë konkurruese që mund të arrijë në një vendim të tillë, por mua di çfarë më ka bërë përshtypjet e persona të tillë në Kosovë, ka bërë përshtypje ajo pjesa që ka qenë zyrtar të lartë federatës apo ka qenë trajner, kanë servitur lojtarë të cilët sipas tyre nuk kishin vetë Kosova dhe prandaj te Kosova dhe prandaj edhe te Shqipëria, si në rastin e Ardian Ismailit, të gjitha pjesa kundër ardhes së tij te Shqipëria ka thënë gjithmonë këtë me krenari që ai vali te Shqipëria sepse nuk ishte vend te Kosova. Por si mundet pra që ti si trajner që ta ke servitur atë djalin, dhe të mendosh të thuash tani që ai iku se nuk ishte vend këtu, ndërkohë që ai është bërë një nga të tre që në mbrojtësi shqiptar më të mirë në Evropë, po në fund në xhep Lautaro Martinezit, po në fund në xhep Vlahovicin, pra bashkë me Gjimshitin dhe me Ramanin, është tre që në mbrojtësit më të mirë në Evropë, jo vetëm në Itali. Dhe tani kjo tregon nuk është për të krenuar që në Shqipëri se s'kishte vend te Kosova, por tregon pa aftësinë tënde për të kuptuar se sa larg mund shkojë ai djalë. Kjo është për vendos për duar të tokë, si mundet të krenohesh ti dalësh publikisht ta thuash të gjën, se tregon që s'ke nuate për futbollistin. Kjo është pjesa më tragjike që nganjëherë shndrohet edhe në një komedi po të dhimbshme, për shkak se unë thash, fjala publike ka shumë rëndësi, mirë, po nëse unë nga pozicioni vetëm një, le të themi, komentatori sportiv, po nuk kam një pozicion të caktuar, sigurisht unë do të them optikën time. Është e rëndësishme ta them sa më profesionalisht për shkak se nëse unë dal bllaf, i bie që mendimet e mia nuk mund të merren shumë seriozisht. Mirë, po shumë më tragjike kur njerëzit kompetent që kanë dalë bllaf në më shumë se 5 raste të tilla. Domethënë kjo kallëzon mos kompetencë. Edhe ajo për çfarë unë bërtas edhe jam kritik vazhdimisht ndaj Federatës së Futbollit të Kosovës, është se neve po i gradojmë njerëz inkompetent që pastaj po na prodhojnë këtë lloj, le themi, dëmtimi kolektiv. Për shkak se nëse ne do të kishim një plan sportiv duhur, tash paramendoje se vitin e kaluar kur ishim në grupe me Zvicrën, me Rumaninë, pjesa kryesore edhe me gjitha ato probleme, neve kishim pranimin e golave naiv që nuk na lan të shkonim në Europian. Paramendoje një mbrojtje me Amir Rahmanin edhe me Ismailin. Do të kishte ndoshta për mbrojtjeve më të forta që ndaj kombëtarëve do të kishte, edhe me automatizëm, nëse interpreton aspektin sportiv, i bie që Kosova do të kishte një kualifikim shumë sigurt në krahasim me performancat që dhanë. Domethënë këto lloj gabimesh edhe në futboll është problematike sepse ti duhet zësh një cikël, edhe fatkeqësia është se na kena një pjesë lojtarëve që luajnë nivele të larta dhe ata po ikun tashmë se mosha e bën vetën. Këto janë gabime që sistemi ne të vjen turp të dalësh të rrugës. Absolutisht po, edhe unë mendoj që ajo që ju thatë është se ata në fakt do duhet kishin turp nga ato optikat edhe mendimet e veta që i kanë shprehur duke qenë kompetent te pozicionet caktuara. Kjo duhet ta bënte Kosovën, Federata e Futbollit të Kosovës, se të reflektoj se njerëzit që duhet marrë si në gjeneratat e reja, si në planin sportiv, si drejtori teknik edhe drejtori i përgjithshëm i kombëtarës, jenë njerëz kompetent që kanë një vizion, edhe jo njerëz që janë aq shpirt ngushtë sa për qëllimet e atyre politikave ditore arrin edhe japin deklarata skandaloze të tilla sikur ato që dha drejtori Muharrem Saiti ose tim menaxheri. Është domethënë, s'di, për mua ka qenë shumë e rëndë me pa tim menaxherin teksa kryqëzonte një lojtar edhe në aspektin, s'po flasim më veç patriotik, mirë, po flasim edhe në aspektin njerëzor. Ai lloj trajtimi është problemi kryesor që njerëzit në federat duhet ta kuptojnë se ku po bëjnë gabim.
I urojmë sigurisht shumë fat Gallopenit në këtë aventurë të Kosova, gjithashtu shumë fat Brutit dhe urojmë që Shqipëria dhe Kosova të dalin me fitore në këtë ndeshje të martësit. Nanda Jako, shumë faleminderit që ishe pjesë e jona. Faleminderit edhe jush, sigurisht i bashkojmë urimit tanë dhe të shpresojmë që marsit na nxjerr faqevarë të dy përfaqësuesit tona. Urojmë, shumë faleminderit.